pa drita, kemi qenë pa ujë, pa asgjë, të bashkisë kanë ardhur këtu, ç'a do bëjnë edhe ata? Neve s'ka as 10 muaj që përmbytën njerëzit që në janar që, në fund janarit. Po kjo ishte më tjerë këtu. S'ka filluar dimri akoma. Dimri s'ka filluar akoma. Ç'a të bëjmë më tepër neve? Na erdhi bashkia zonjë, na lajmëroi, siç foli edhe Erion Velia, që tha mirni masat për 4-5 ditë se dro vjen ujti, dhe ne i ngrejtëm të gjithë jemi bë tamam si vlezrit lartë, si ata jemi bë. Po qupës poshtë i ka hyrë gjysmë metër. Ne jemi ngrejtë që në 4 sot dhe me ujtin e shiut, që na ndihmoi Zoti, dhe këto pastruan vendet tona, se u ka bërë gjithë tani për të gjithë tani, po gjithë e kushtot o nëna ime. Deri në orën 8:30 mbrëm, 9, shpresën e kam pas të qoshe shtëpisë, edhe kryetari. 9 kryetaria bashkisë bashkë me kryetarin. Neve na kanë ardhur. Tani çdo na bëjnë këta, po dhan andej, do na japin këta këtej neve. Po nuk dhan andej, ne s'kemi marrë të përmbyturat e para akoma. 1,30 m. 1,30 m, bloku është shkatruar komplet, instalimet elektrike komplet gjithë, katit parë. Pasaj është kuzhina atje mena prishur, divanet nuk mund të ngreshim sipër, jashtë loje. Po vjetë sa hyri? Edhe vjetë hyri 3 metra. 3 metra distanca vjetë. Po këtë mua betë. Problemi është që të rrugëdohet lumi këtu. Ne jemi është turp, se jemi 20 metra larg hyrjes qytetit. 20 metra. 20 metra larg qytetit. Larg bashkisë. Kjo është qendra e Shijakut. Më këthon, kjo 300 metra është generatura që mund bëhet atje. Edhe bëhet edhe diçka për qytetin, hyre qytetit, edhe për problemet, nuk është problemi ne, se ne jemi gati 15 familje këtu. Nuk jemi që kemi ardhur sot. Ne jemi dhe më baden këtu. Unë jam me origjinë, jam qam. Kam 70 vjetë i ka babaj këtu edhe i ka blesh vjetë. Me tapin kadastër. Në kohën e vetë nuk është përmbytur. Se lumi ka qenë i sistemum, sepse i inertët, si dhe inertët e ranë. Tash nuk si edhe më ranë zhavor, se inertët i merën në ndej. Tash si edhe vetëm lumë. Hajde këte! Që ardhje po, ja, sot karaja, je ka të